ndonjërës prej palëve që po interpretojnë ligjin për qeverinë? Por kjo është mirë, dhe më thonë shoqëria civile bën presion për të miratuar një ligj i cili është vital për funksionimin e parlamentit dhe organeve tjera të shtetit, por jemi në një situatë në të cilën ende nuk janë krijuar komisionet të përhershme, respektivisht Komisioni për Financa, i cili ka për detyrë po ashtu të bëj propozimin për ligjin mbi buxhetin, po ashtu të miratojë në Parlamentin e Republikës Kosovës. E kemi defekt përsëri se qeveria është në detyrë, nuk është qeveri kupti plote, dhe për këtë arsye atëherë duhet marrë masa ta quaj ashtu alternative përmes faktorëve të cilët mund të nxisin një iniciativë për miratimin e një ligji për buxhetin e Republikës Kosovës të vitit 2026. E kjo është sankcionuar nga neni Xhavet 7-9 faktikisht, ku iniciativën për nxjerrjen e ligjeve merr presidenti, po ashtu qeveria, njëkohësisht mund ta marrin edhe deputetë të Republikës Kosovës dhe 10.000 qytetarë në iniciativën e lirë të tyre. Pra, nuk ka nevojë për një qeveri në detyrë që ta propozoj draft buxhetin për vitin e ardhshëm. Ne parim qeveria propozon, dhe më thonë draft projekt ligjin për buxhet, por kjo qeveri pas që është në detyrë dhe i ka të kufizuar kompetencat, atëherë duhet merret iniciativë nga vetë parlamenti për të aprovuar dhe miratuar ky ligj, në të cilën e konsideroj se nuk ka shkelje, nuk do të ketë disharmoni me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ndonjë shkelje eventuale. E parë që ke qeni përfshirë edhe në rrjetet sociale në këtë diskutimin, interpretimin, kjo është verzion tjetër i dy verzioneve që po shqyrtohen. Pra, njëra palë po thotë që qeveria mundet me propozu buxhetin, tjetra palë po thotë që qeveria nuk mundet. Tash kjo zgjidhje vjen prej një situate që s'ka ndodhur më herët. A ka nevojë për interpretim kushtetues edhe gjykatës ndoshta t'i drejtohet dikush prej subjekteve parlamentare sa i përket kësaj çështje ose vetë presidentja që ka pranuar letrën sot? Mundet presidenti, por nuk ka nevojë se bukur shumë gjykatën në këtë vit, do të thotë ka pas shumë kërkesa, domethënë tepruara, dhe kanë humbur në farforme dhe legitimitetin atyre kërkesave të cilat nuk kanë pas ndonjë rezultat të veçantë, kështu që unë e konsideroj se presidentja është me kompetenca kupti plote, mundet të marrë një iniciativë dhe të kaloj ky buxhet i cili do të jetë i përkohshëm deri në qershor në vitin e tashëm, kur atëherë mund të bëhet rebalancimi i buxhetit dhe të fokusohet në çështjet më vitale, ato në çështjet kapitale, në rritjen e kapitaleve dhe përveç tyre shërbimeve të cilat sot mund të kryen dhe duhet të kryen patjetër, që të domosdoshme shërbimet mallat dhe borxhet të cilat kanë mbetur deri më tash se Republikës Kosovës. Pikërisht, këtu është çështja, a mund ta përcaktoj lëvizja vetëvendosje tash për prioritetet që duhet t'i vihen draft buxhetit 2026, apo duhet që të gjitha partitë të marrin pjesë në hartimin e këtij dokumenti, e pam të dielën kurti në ekspoze, tha që në javën e parë do të arris pagën minimale, do të arris pensionin, do të arris shtesat për fëmijë, do të ketë edhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me mirëqenien. Pra, kush i përcakton në këso faze politikat që kanë të bëjnë me ndarjet buxhetore? Kjo është pak a shumë edhe ideologji partijake. Të kryesisht mirën çështje njerëz profesional të financave, do të thotë është Komisioni për Financa, Komisioni i përhershëm i Parlamentit të Kosovës, tani pastaj në departamentet për financa në kuadër të qeverisë dhe të Ministrisë së Financave, kështu që ata kanë për detyrë dhe obligim dhe kanë kompetencë ligjore që të trajtojnë këtë çështje, ta krijojnë projekt ligjin dhe pastaj të kalojnë në parlament. Unë besoj se mos jemi në kësi farë situatash, jo fort të zakonshme, atëherë duhet parlamenti të mlidhet, të funksionojë derisa të zgjidhet qeveria re, një qeveri re, apo duhet shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme, kështu që duhet i kryejnë të punë të cilat janë vitale dhe të cilat derivojnë, domethënë situata të mira për zhvillimin e shoqërisë së Kosovës në gjitha segmentet e jetës. Po veçanërisht mundet një parti